Djali ka biznes privat, 7.000 frank paga punëtorëve që punojnë. O shumë për na jepin pare, po krejt për na i marrin. Me u marrë paret, me i pruko me investu që me lidh familjen me Kosovën. Djalin e kom atje punojnë shumë, kanë shtëpia këtu, kanë kapital këtu. Ai ka shpreh vullnetin mu kthy. I kanë kriju kushtet për mu kthy edhe në Kosovë. Para një kohe ka pas një arsye pse e kanë lëshuar, sepse kanë qenë paga 200-300 euro dhe me 200-300 euro s'ka mujt me bo një ekzistent minimal. Dërsa sot e të njëjtën punë me punu këtu, qatë pagë e merë edhe atje. Kthehuni në Kosovë, punone një punë me seriozitet, ka të ardhuna ta në Gjermani. Është në vendlindje, është gjuha jote, është se në Kosovë del pin kafe, s'tot kur kush kur gjo, atje zguxon me dheza cigarë. Shje? Mirë, hande. Ti s'po kalon? Mirë. Apo na tregon ku po shkon? Po shkojmë në Zvicër te djali. Te djali? Po. Për vizitë, ja 2-3 ditë. Pse veç 2-3 ditë? Po, jemi të shku ma shpesh, po e shfrytëzojmë rastin kur janë biletat me shumë ma të favorshme, po. Sa u kanë çmimi biletës si tash? Dikun 180 euro, 90 euro paguam për 2 persona. Për 2 persona? Po, Qa ju pëlqen atje mas shumë ti? Faktikisht unë i kom nipat edhe mesat, ajo është krenaria jonë, faktikisht edhe te fëmija do të me u kujdes ma shumë, me shku ma shpesh për me rujt gjuhën, me rujt traditën. Sa po i rujnë këto tradita tash? Jam shumë i kënaqur edhe vllahun e kom, edhe djalin e kom atje, punojnë shumë, e din gjuhën perfekt, shkojnë edhe në shkolla shqipe. Faktikisht ju kanë kriju edhe kushtet tash në Zvicër për me... Do me thonë edhe në shkolla shqipe shkojnë i patë dhe mesat? Po, shkojnë edhe në shkolla shqipe, pa tjetër. E çfarë mendimi ki për këta që nuk pja mësujnë gjuhën fëmijëve, gjuhën shqipe, nuk po i prujnë shumë me vizitu Kosovën, me i mësu traditat tona? Unë gjithherë kom qenë adhurues me u marrë paret, me i pruko me investu që me lidh familjen me Kosovën, faktikisht. Është një tragedi kombëtare në qoftë se vjen asimilim i shpejt. Sa ke mujt mja dollë me i majt lidhën me vendin tonë? Deri tash mirë jemi, deri tash jemi kënaqur. Unë jam vllau më i madh edhe më kanë dëgjuar edhe vllaznia. Jam shumë i kënaqur. Kanë shtëpia këtu, kanë kapital këtu, kanë vinë shpesh edhe e shoh fëmija që janë disponimit me ardhë, ndoshta me lënë detin, me lënë çdo aktivitet për me ardhë në Kosovë. Për me ardhë me vizitu? Po, është vullnet i tyne. Ti ceke që ti ki qef me i mojt traditat tona, po qka nëse një nepi ju ti martuat me naj Gjermonk ose Svicrane? Po që kemi raste kur janë martu edhe me Gjermonk, po më varet krejt prej tina sa e marrë traditën. Edhe me Gjermonk, edhe Gjermonka mundet me folë Shqipën, mundet me u kthy edhe aja prej ne. Me traditat tona. Po. Ti do me thonë se kishe pas problem. Absolut. Nëse kish ardhur mundësia mi thonë nipave dhe mesave tuja, kthenu në Kosovë. Që janë disa gjona që i kanë kriju kushtet, ata kanë punu për me i kriju kushtet, i kanë kriju kushtet për mu kthy edhe në Kosovë, me marrë vetën shumë mirë, materialisht shumë mirë po djali i madhi është në Angli, a i ka shpreh vullnetin mu kthy. Po kur vjen këto i sheh, janë 3 shtylla kryesore që kanë hala nevoj për mirësim. Mjekësia s'është kërka, gjyqësia, sundimi i ligjit absolut, edhe këta shkollimi peshohem qysh është, se unë e kam kryu fakultetin 79, unë e di, e vlerësoj bazën e shkollimit tash këtu çka është, janë qelë kolegjet private a ki pare me diploma. E faktikisht, këto 3 shtylla, ata janë ka i pengojnë shumë. Se po, është shumë e vërtet që bile djali madh me familje ka dash me këngulli më kthy. Po, mjekësia s'është, arsimi s'është, gjyqësia nuk funksionon. Ja, menon që pak këtu kolegjet private po e lojnë anash pak fakultetet e shtetit, të e pas parasysh që rinia tash po pritojnë me provon shtetit edhe po shkojnë po regjistrohen privat. A menon që... Unë e kom pas rast, unë kom qenë disa vjeçar drejtor në një kompani të Kekut. Kom pas rast që ka blet diplomën fakultetin ekonomika ka kry, kur orë kompjuterin s'ka dit me dhes. Edhe nuk dokument. Me çka merren fëmija atje, ç'a punojnë?
Mia merren djali ka biznes privat i madh, i dyti është të punon në fabrikë të kullore në Zvicër. Vllau është edhe biznes privat, është bashkëpunar i Renault 4. A janë paga që shpëthojnë 3.000 euro, 5.000 euro? Janë në Zvicër janë pagat shumë më të larta, po janë shpenzimet shumë më të larta. E kam një thonjet një grujet një miku të thotë, o shumë për na japin pare, po krejt për na e marrin. A kupton? E faktikisht është dikun 7.000 frank është paga e punëtorëve që punojnë. Mirë po, janë sigurimet, janë banesat, janë kredinat, janë ato dhe E çfarë mendimi ki për rinin që pëlqojnë vendin tonë, kur dolin me punu atja, a mos përmashtrohen praktikë pagave apo si? Para një kohë ka pas një arsye pse e kanë lëshuar, sepse kanë qenë paga 200-300 euro dhe me 200-300 euro s'ka mujt me bo një ekzistent minimal. Dërsa sot, unë ja usha shumë për të madhe, se atje është punë e ronë, e të njëjtën punë me punu këtu, qatë pagë e merë edhe atje, tu e marë parasysh se këtu i kanë shtëpijat, nuk paguajnë qira. Po. Tash nuk i arsyetoj pse shkojnë. Çfarë mesazhi ja kishe jep mos me çu Kosovën? Ktheuni në Kosovë punon një punë me seriozitet, ka të ardhuna sa në Gjermani. Është në vendlindje, është gjuha jote, është rrethi jote. E ardhmja do të me mendu shumë, se do të me mendu për fëmin tonë, se një fëmi që lind atje dhe shkollohet, atje është rrezik i madh mu asimilu. A mendon që edhe në Kosovë që tash janë të rregullu gjona të pas parasysh që tash edhe fëmija pi marrin të shtesa sa të vogla, apo ka ardhur ligji që tash shkojnë edhe të urrit besoj? Pagat të sektorin privat janë të kënaqshme. E qenë se çmimet janë të shkuar, pse na jem një vend që nuk prodhojmë, jem një vend që veç eksportojmë, varmi shumë prej jashtë, prej prodhime jashtë na dirigjojnë tregun, mirë po, në krahasim me të kaluarën. Është një jetë më e mirë. Është një jetë më e mirë, pra është edhe një jetë më relaks. Se në Kosovë del pin kafe, s'thot kur kush kur gjë, atje s'guxon me dheza cigare. E ashtu që kisha preferu që çdo kush mund të gjon vetën në Kosovë, nuk ka me një herë, po me fillu, edhe me jesë për parë. Faleminderit shumë prej te. Ju përshëndes. Po shkoj të djemt, në Itali. Po krejt atje i kam. Sa e lumtur je me djemt që i ke? Mirë shumë. Ja uroj çdo njerit djemt si të mit. Familjen si temen. Jam shumë e lumtur me familjen temen. A ka pas rast që na i njëri ta ka prish qefin? Kur? Asnjëri? Kur, asnja. Shumë jam e kënaqur me nusë që i kam shumë të familjes mirë, i kam shumë të mira. Ma mirë s'lypi, për jetem s'lypi ma mirë, veç se që kje pak jashtë me jetu, që kje pa më pengon shumë. I përshëndes, djeme, reja, nipa, mesa, sternipin, e vogël, e krejt. Përshëndetja, unë dëshmë nga të rëgu ku po shkan? Po shkoj të djemt, në Itali. Atë kanë thirë? Po, ja, jam atje të jetu. Atje jetan? Po. Dhe më thonë ko ke konë më përshem Po, këtu? më përshem. E që shkalove, që shprite? Mirë shumë. Tash ju në hek vizat apo i thirë dhe ti atje për marë? Po krejt atje i kam. Krejt atje? Krejt atje. E këtu të kush ke? Të djemt, adi vinë tash të një djallë të arë, tjetëri të dalë më marë. Tjetëri të dalë me të marë? Po. Sa e lumë të rje me djemë që i ke? Mirë shumë. Ja uroj çdo njerit djemt si të mit. Familjen si temen. Jam shumë e lumtur me familjen temen. Me cilin prej fëmijëve je ma e lidhën e pak, muj me thonë një grimë? Tani kam shumë të mirë. S'moj me asnjëviç. A ka pas rast që na i njëri ta ka prish qefin? Kur? Asnjëri? Kur, asnja. As djemt as qika, as kur. E pas ke edhe qika? 2 qika i kam. A ma kam. shumë bëjnë qikat mas te atja? Allah, normal se qika ta din kështu. Po djemt janë. Ta din dhimbën, normal, është ta pagu qika. Djemt janë, për mu janë shumë të mirë. Djemt, reja, qika, krejt familja jeme. I pas ke fëmijët edhe të martu? Martun edhe jam stërgjyshe. Stërgjyshe? Po. A për më të rënë se e knosh në jemë nusë që i ki? Shumë jam e kënaqur me nusë që i kam shumë të familjes mirë, i kam shumë të mira, ma mirë s'lypi, për jetem s'lypi ma mirë, veç se
që kje pak jashtë me jetu, që kje pa më pengon shumë. Po të pengon. A ki menu ndonjëherë me ardhë më kthy krejt me jetu këto? Po, unë po, djemë s'kanë qef, kanë qef, bëllë, po mundësia. A ki diçka më jutun rejave, fëmijëve, I përshëndes, nipave? djeme, reja, nipa, mesa, stërnipin e vogël e krejt. Po e dojshë stërnipin Shumë e do shumë. Tani do, edhe ata e do shumë. A jeton vetë? Ja, në Itali me djem. Me djem bashkë, me nuse edhe Kaloj, me kam djem bashkë, po gjithë që janë Në për shtëpia nga për banesat vetë, ata më bashkë i kam këtu ku të vinë bashkë. Bashkë. Okej, faleminderit shumë që ndove ku me neve edhe turojmë udhëtim të mare, inshallah më rrinë mirë. Faleminderit shumë, se edhe kam vëq pa mbojnë. Faleminderit shumë. Po shkoj të djemët, në Itali. Po krejt atje I kam. Sa e lumë të rije me djemë që I ki? Mirë shumë. Ja uroj çdo njerit djemët si të mitë, familjen si temen. Jam shumë e lumtur me familjet teme. A ka posë rrasë na I njoni ta ka prish qefi? Kur? As njoni? Kur, as nja. Shumë jam e kënaqur me nuse që I kam shumë të familjes mirë, I kam shumë të mira, ma mirë s'lypi. Për jetem s'lypi ma mirë, veç se që kje pak jashtë me jetu, që kje pa më pengon shumë. I përshëndes, djeme, reja, nipa, mesa, stërnipin e vogël e krejt.